Po kur t'jesh pensionist, nuk ka më pushtet, je pensionist. Kur je në pushtet dhe bje nga pushteti, je asgjë. Derisa je në pushtet bëj gjithçka, këtë gjë nuk e kuptojnë. Pra, fuqia më e madhe është që kur nuk ke pushtet, ti jesh pushtetar. Kjo është gjë më e fuqishme, sepse kur nuk bie, kurse ata çfarë bëjnë? Janë në pushtet, e keni parë policin, kur është në kështu me uniformë kështu, i egër, strik, namin, kështu gjërash. Kur e ke pa uniformë, shko shikoj ç'a bën te lagja. Jo, unë them, shko shikoj ç'a bën. Dërsa kur njeriu është në pushtet ose nuk është në pushtet, gjithmonë duhet të jesh i pushtetshëm, po jo duke cenuar pushtetin e tjetrit apo jetën e tjetrit për të kënaqur ti veten. Prandaj them që spaku bën gjëra të gabuara. Ai bën me qëllim, ai bën me paftësi, e në të dyja rastet, për mendimin tim, është e rrezikshme. Statistikat që prodhon spaku do të jenë pasoja dhe fatura të rënda edhe për mua si qytetar, edhe për ju, edhe për ata me parti, edhe për ata që i bën lavazh spakut, se bashkarisht do të paguajmë fatura. Fatura nuk pyet a je i majt apo i djathtë, votove apo nuk votove, me parti apo pa parti. Fatura të vjen në derë dhe ti nuk ke çfarë të bësh, se thot është detyrim ligjor ta paguash. Prandaj nuk jam të çuditur që shkoj në PUK, mund të shkoj çfarë bashkie ka Partia Demokratike ose opozita në tërësi, në çdo vend shkon spaku. Aty ku ekziston opozitarizmi, spaku do ta shkelmoj. Spaku është një institucion i cili nga fondacioni Soros është ngritur për të goditur çdo lloj formë opozite, pra çdo lloj opozite, pra jo vetëm Partinë Demokratike, çdo gjë të mundshme që të ngjyros ose të njollosi individin. Nuk ka rëndësi a e ke bërë veprën penale. Titulla, pra titulli. U arrestua ky, u bë Branami, u bë kështu qameti. Si puna e avokatit, e bërë analizën e avokatit? Që arrestuan bandat kriminale, spaku, atan me italianët, kështu ashtu dhe thash, zotri, avokati nuk ndiqet për ndikim të palishëm. I interpretues i së drejtës së interesit të qytetarit që ai përfaqëson të klientit të tij. Të vetëm gjë që mund ta kapësh avokat po me dorë me aty. Lekët në dorë. Jo, alo, po shiko, fola me avokat, më tha, ai është mashtrues. E mashtron atë ti ja marr lekët ai dhe avokati s'ka marrë asgjë. Ka dhe raste të tilla. Po pagu i bë statistik këto raste. Të njollosin sepse duhet i në shërbim të partisë, po ama nuk din diçka që është gjë më mirë dhe kryesorja. Spaku do ta kuptoj pasi të bëhet modeli rumun dhe pasi të bëhet modeli Maqedonas. Çfarë ndodhi? Zoti Rama, ta konkludojmë tani, me pushtetin e tij absolut, jam i bindur. Jam i bindur. Që Rama do ta bëj spakun, jo se nuk e ka në varësinë e tij, po tani do ta ketë më shumë në varësinë e tij, që të filloj lufta e brendshme. Do ta përçaj brenda në institucion. Sepse një spak i përçar fuqizon më shumë Edi Rama. Pse? Pas përçarjes së opozitës do përçaj spakun. Po normale. Pse opozita e përçame than tani, ikën nga spaku, shkon në gjykatë kushtetuese tani për gjithçka. Ndërsa Rama do përdor një mekanizëm shumë të bukur. Do ta përçaj sepse do ta ketë në kontroll absolut. Jo relativ siç e kishte, por absolut. Që do të thotë, janë 20 zotëri, një klasë e mban, po të ishim 100 e diskutonim. Absolut. Pra janë 20 veta në spak. Do t'jetë të komandueshëm. Pse? Do të them një rast tjetër. E ve në lëvizje ti spakun si pushtet ekzekutiv? Po, më e ve. Pse? Se kam policinë e shtetit. Ja urdhër krye policit, i them, shko përgjoj avokatin. Shko futi një të infiltruar qëllimisht.
shko bëj një kështu çfarë do shti. Se jemi në këtë situatë jemi. Pra, e ka të aksesueshëm. Dhe çfarë bën tani? Krye polici merr urdhrin, fut OPG-t, fut të infiltruar dhe çon referencë tek BKA-ja. BKA nuk ka çfarë të bëj. Do të lëvizi. Çfarë bën BKA në final arreston? A kupton? Prokurori e ka më hajdutin. Po, edhe këtë një llose ç'a ishte ky maskara dhe ky kështu hajdut si tjerët. A kupton? E bëri, por tani ç'a ndodh? Për shkak se janë bërë shumë raste të tilla, Spaku vet duhet të rezervohet, se sa thot, mirë këmër 83, po ja të na bëj ky popull që të na çojnë edhe na uli besimin. Prandaj, ulja e besimit do të vi me luftë të brendshëm. Fillon edhe ulet. Sepse Dumani ikën, do qëndroj Dumani. Sa do qëndroj? Deri në dhjetor. Po kush vjen pas Dumanit? Po KLP-ja, kë do votoj KLP-ja e partisë në pushtet? Unë them Partia Socialiste. KLP-ja e partisë në pushtet, Spaku e partisë në pushtet, sepse kështu si e ka normuar këtë ligjin, edhe unë nesër, edhe ti, edhe kush do të bëhet kryeministër, thotë më falë zotëri, e keni bërë gati, po e vazhdojmë se ta ndryshoj budallaja mon. Po jo, nuk na duhet kjo, sepse i bëjmë dëm vetes, i bëjmë zhvillimin e demokracisë. Edhe ata tani, unë jam shqetësimit aty vizit prokurorëve. Pse? Aty ku ishin pushtet absolut dhe besim absolut, tani duhet të jenë me ato vitaminat që marrin për kokën, për dhimbjen e kokës. Do kenë shumë përçarje të brendshme. Është pa imagjinueshme. E di si do dalin raportet atë, jam i bindur që ato të konkurrojnë administratën shtetërore me raporte mjekësore. Avokat, do falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë juve për ftesën. Uroj qytetarët tanë, njerëzit tanë, të cilët na ndjekin, unë i falenderoj vazhdimisht, jo vetëm që na ndjekin, na komentojnë dhe i falenderoj shumë të gjithë atyre, edhe të cilët na lavdrojnë, por edhe ata të cilët na shajnë. Pse? E kemi arritur qëllimin. Të falenderoj.